Zhvillime të forta, emocione dhe tensione, ja çfarë ka ndodhur së fundmi në Big Brother VIP Albania dhe jo vetëm. Një moment i papritur, por shumë domethënës ka ndodhur brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Pas debateve dhe tensioneve të krijuar ditët e fundit, një prej banorëve ka bërë një gest pajtues në publik, duke i kërkuar falje nënës së Brikenës dhe gjithë familjes së saj. Një deklaratë të drejtë për drejtë dhe mjaft emocionale, ai u shpreh se ndihet keq nëse fjalët apo veprimet e tij kanë lënduar dikë. Ai theksoi se nuk ka pasur kurrë si qëllim të prek apo të fyej askënd, dhe pendesa e tij është e sinqertë. Momentin e mbylli me një shtrëngim duarsh, një gest simbolik që u pas një përpjekje për të ulur tensionet dhe për të rikthyer qetësinë, të paktën përkohësisht brenda shtëpisë. Por qetësia në Big Brother zgjat shumë pak. Një tjetër përplasje fort ka ndodhur këtë herë me Selinës dhe Rogertit. Debati mes tyre ka qenë i ashpër, i drejtë për drejtë dhe pa filtra. Shkak është bërë raporti Selinës me Mirin, për të cilën Rogerti përdori tone të rënda dhe akuza të forta, duke e quajtur sjelljen e tij të papranueshme. Këto deklarata ndezën në një herë reagimin e Selinës, e cila i kërkoi Rogertit të matë fjalët dhe të ndalojë akuzat. Ajo e konsideroi ndërhyrjen e tij të tepruar dhe gjykimin publik të padrejtë. Debati eskaloi shpejt në replika të forta dhe ofendime, duke krijuar një nga momentet më të tensionuara deri më tani në shtëpi. Banorët e tjerë u përfshin për të qetësuar situatën, por përplasja largjum dhe pritet të ndikojë në marrëdhëniet dhe aleancat në vazhdim të lojës. Mes këtyre gjithë tensioneve, shtëpisi u shtua edhe një energji krejt ndryshe. DJ Gimbo është bërë pjesë zyrtarisht e Big Brother VIP Albania. Ai u prit me duar trokitje të forta dhe shumë entuziazëm si nga publiku dhe banorët. Hyrja e tij solli menjëherë atmosferë pozitive dhe një frym të re në lojë. DJ Gimbo njihet edhe si DJ i gjestit, ish fituesi të këtij formati. Dhe kjo e ka bërë hyrjen e tij më të komentuar. I pyetur për porosinë që ka marrë nga gjesti para hyrjes në shtëpi, ai u shpreh qartë dhe me vetbesim. Porosia ishte vetëm një, të fitojë Big Brotherin. Mbetet për të parë nëse ai do të arrijë të krijojë aleanca të forta apo të përfshihet shpejt në dinamika dhe përplasje që tashmë janë bërë pjesë e përditshmërisë së shtëpisë. Ndërkohë, jashtë shtëpisë së famshme, një tjetër emër i njohur ka rikthyer vëmendjen e mediave dhe rrjeteve sociale. Bëhet fjalë për këngëtaren Ronela Hayati, e cila këtë herë është në qendër të vëmendjes për jetën e saj personale. Ajo ka fshirë nga rrjetet sociale të gjitha fotot me partnerin, një veprim që menjëherë ka ngritur dyshime për një ndarje të mundshme. Vetëm pak muaj më parë, Ronela ndante hapur momente lumturie me ndjekësit, duke u shfaqur e dashuruar dhe e lumtur. Por tani heshtja e saj dhe mungesa çdo reagimi publik ka lënë hapësirë për shumë spekulime. A është kjo një krizë e përkohshme apo fundi një historie dashurie? Përgjigjja mbetet ende e paqartë, pasi këngëtarja ka zgjedhur të mos flasë. Këto janë zhvillimet më të fundit që po mbajnë publikun të mbërthyer pas ekranit dhe rrjeteve sociale. Nga faljet publike tek përplasjet e forta dhe hyrjet surprizë në Big Brother VIP Albania, dhe deri tek misteret në jetën personale të figurave të njohura, duket se drama dhe emocionet nuk kanë ndërmend të ndalen.